Rikonstruimi i bulevardit Boris Trajkovski, i njohur edhe si bulevardi i vdekjes, filloi në vitin 2021, kur në krye të qytetit të Shkupit ishte Petre Shilegov. Aso kohe, Shilegov tha se rikonstruimi i plot do të zgjas vetëm 2 vite, por jemi në vitin 2026 dhe rikonstruimi ose përfundimi i këtij projekti nuk duket askund. Kur filloi rikonstruimi nga qyteti i Shkupit, njoftonin se bulevardi do të ketë 4 korsi, rrugë për këmbësor në të 2 anët dhe korsi për biçiklist nga njëra anë. Një qytetar për televizionin Shenja tha se kjo rrugë nuk bëhet për shkak se politikanët në vendin ton garojnë me njëri tjetrin se kush do të vjedh më shumë. Nuk bëhet e se nuk ka kush të vjedh. Vjen njëri do ta bëjmë, vjen tjetri thosë do ta bëjmë dhe në fund askush nuk bën asgjë. Kurse kjo është rruga më e frekuentuar që ekziston në vend. Shikoni vetëm sa puseta ka. Në këtë aks rrugor lëvizin të gjitha mjetet e motorike. Për këtë rrugë javë më parë janë prononcuar edhe nga qyteti i Shkupit. Kryetari Orce Gjergjevski ka deklaruar se prokurimi publik është hapur dhe se punimet priten të fillojnë brenda 40 ditësh. Sipas njoftimeve nga udhëheqësia e re e kryeqytetit, rruga është e gjatë 850 metra. Paralajmërimet janë se projekti do të përfundojë brenda këtij viti.